Dasma shqiptare 2017 paraqet. Përshëndetje të gjithëve. Unë quhem Mirjeta dhe jam 39 vjeçe dhe jetoj në Tiranë. Jeta ime nga jashtë duket sikur I kam të gjitha, por brenda 4 mureve shtëpia ime ishte bërë si frigorifer, I ftohtë akull. Burri im Genti është nga ata njerëzit që vetëm punën e ka në kokë. Edhe kur vjen në shtëpi, rri me telefon në dorë ose del me shokët deri vonë. Unë për atë isha bërë si një robot që vetëm gatuan, lan dhe shpërlan. Kur motra me mori në telefon nga fshati dhe me tha që djali I saj Andi fitoi shkollën për arkitekturë në qytet, unë fluturova nga gëzimi. Djali nuk ka ku të ri, me tha motra. Unë I thash me njëherë, lëre të vi këtu, shtëpinë e kemi të madhe. Por burri im Genti u bë si një bish. Nuk dua as një njeri në përkëmb, sepse do na prishet qetësia, thoshte ai me vrerë. Por unë nuk e pyeta fare këtë herë, e mora Andin në shtëpi. Andi është 22 vjeç, djali I gjatë, I pashëm dhe shumë I heshtur. Por prapa asaj heshtjeje, ai shikonte çdo gjë. Një natë, Andi ishte akoma zgjuar duke vizatuar ato projekte të shkollës dhe ndëgjoj Gentin që po bërtiste me mua në korridor. Akoma këtu është ky. Kur do të ik në konvikt? Thoshte burri im me gjysmë zëri, por me shumë inat. Unë pash fytyrën e Andit tek dera e dhomës. Ai nuk tha asgjë, por syt I shkëlqyen nga një lloj zemërimi që nuk e kisha parë kurrë. Ai e mori vesh që burri im nuk e donte në shtëpi. Dhe pikërisht atë natë, Andi vendosi që hakmarrjen do ta bënte në mënyrën e vet, duke me bërë mua për vete dhe duke I treguar Gentit se çfarë po humbiste. Andi filloi të ndryshonte. Nuk rrinte më I mbyllur në dhomë. Sa herë që Genti dilte me shokët dhe unë mbetesha vetëm në salon, Andi vinte e ulej me mua. Teze, pse rrije mërzitur? Shiko çfarë vizatimi kam bërë sot, më thoshte ai. Filluam të flisnim për orë të tëra. Ai më tregonte për planet e tij, për ndërtesat që do bënte, ndërsa unë I tregoja për ëndrat e mia që I kisha lënë pas dore. Një ditë, teksa po pastroja balkonin, mu morën pak mend nga vapa. Andi u hodh me vrap, me kapi për krahu dhe me uli në karrige. Pusho pak teze, ky burri yt nuk e di që e ka një perlë në shtëpi edhe e lë të lodhet kështu, me tha ai, duke me parë drejtë në sy. Nuk ishte më muhabet nipi dhe tezeje. Ishte diçka tjetër, ndërsa unë vetëm skuqesha. Ai nuk e lëshoi dorën time me njëherë, por e shtrëngoi pak, sikur donte të më jepte forcë. Sa herë që Genti kthehej në shtëpi, Andi bëhej sikur po më ndihmonte për çdo gjë. I sillte lulet që unë I pëlqeja, më ndihmonte me çantat e rënda të pazarit dhe gjithmonë më bënte komplimente përpara Gentit.
Sa mirë të rinë këto robat sot teze, thoshte ai, dërsa Genti as nuk e ngrinte kokën nga pjata. Unë t'ju them të drejtën, fillova të ndjehesha ndryshe. Fillova të rregullohesha më shumë, të lyeja buzët e të mbaja erë të mirë. Dhe të gjitha këto i bëja sepse e dija që Andi po më shikonte. Ai e bënte enkas që t'i hante shpirtin Gentit, por unë po filloja ta pëlqeja këtë lojë. Një mbrëmje, Genti iku përsëri tek shokët e tij, e ne mbetëm vetëm. Andi erdhi në kuzhinë, mori radion dhe vuri një muzikë shumë të lehtë. Teze, e di që ky tipi nuk meriton asgjë nga ti, më tha ai, duke u afruar shumë. Unë po të isha në vend të tij, nuk do ta nxirrja këmbën nga shtëpia, por do qëndroja vetëm me ty. Dolëm në balkon të pinim një lëng frutash. Ishte natë ngrohtë qyteti, e Andi u mbështet te parmaku i balkonit shumë afër meje. Andi, i thash, ti je student, ke jetën tënde përpara e mos u merr me mua, i thash unë, por zëri po me dridhej. Jeta ime është këtu tani, ma ktheu ai me një zë të rënd. Ti je njeriu më i mirë që kam njohur dhe nuk mund të rri duke parë se si ai të injoron çdo ditë. Ai e zgjati dorën dhe më rregulloi flokët që më kishin rënë mbi ball. Ishte një prekje që më rënqethi e nuk ishte më nipi im. Ishte një burr që po më kërkonte diçka me sy. Unë s'u largova. Për herë të parë, pas shumë vitesh, ndjeva se dikush po më adhuronte vërtet. Dëgjua makinën e Gentit, që kësaj radhe ndaloi poshtë balkonit, e Genti doli nga makina e na pa të dyve që ishim aty lart. Edhe pse ishte natë, u kuptua që ne ishim shumë afër njëri tjetrit. Andi nuk largohej, përkundrazi, vuri dorën mbi supin tim, sikur po më mbronte. Mjaf me të teze, me përshpëriti tek veshi. Mos u merr me Gentin. Nata sapo ka filluar për ne. Unë hyra brenda, ndërsa Andi mbeti në balkon, duke parë Gentin që po ngjitej shkallëve. Kur Genti hapi derën, unë isha ulur në sallon, duke buzë qeshur si asnjëherë tjetër. E ai na shikoi të dyve, i habitur nga ajo qeshje e nga qetësia jon. Çfarë keni që më shikoni ashtu? Pyeti Genti. Unë e pash Andin, ai më shkeli syrin dhe unë e kuptova që nga ajo natë unë nuk do të isha me kurrë gruaja heshtur që ulej e priste në errësirë. Një histori e re po fillonte në atë shtëpi dhe Genti ishte i vetmi që nuk dinte asgjë. Natën tjetër, kur Genti doli përsëri siç e kishte zakon, unë u ula pranë Andit. Ai kishte hapur ato bloqet e tij të mëdhaja të vizatimit. Andi, i thash, ti ke bërë vizatime çdo herë për ndërtesa të ndryshme, herë shtëpie, herë kulla. Provo të më vizatosh mua sonte. Andi më shikoi me një buzëqeshje që nuk e kisha parë kurrë. Ishte shumë dakord dhe mori lapsin. Do jesh projekti më i bukur që kam bërë ndonjëherë, tha ai. Andi filloi të më vizatonte ngadalë. Ishte një qetësi që të mpinte. Ai ngrinte kokën, më shikonte drejt në sy për pak sekonda dhe pastaj lëvizte lapsin mbi letër me aq kujdes,
sikur po prekte diçka shumë të shtrenjtë. Unë rrija pa lëvizur, por brenda meje po ndodhte një tërmet. Askush nuk më kishte parë me aq me vëmendje prej vitesh. Çdo lëvizje e lapsit e tij ishte si një përkëdhelje në largësi. Andi përfundoi shpejt, i përshpërita kur ndëgjova një zhurmë makine jashtë. Përfundoi shpejt sepse mund të vi Genti tani. Ai nuk u tremb, por i dha dorës dhe shpejtoi lëvizjet. E mbylli bllokun pikërisht kur u dëgjua. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini video like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.